Rreshtet intensive të shiut të parashikuara në 48 orët në vijim kanë sjellë reagimin e strukturave të emergjencave civile në të gjithë vendin. Këtë pasdite në Shkodër kanë bërrituar edhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu së bashku me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako, duke u bashkuar shtabit të emergjencave pranë prefekturës së qarkut Shkodër. Ministri i mbrojtjes theksoi se të gjitha strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri, ndërsa tha gjithashtu se niveli në kaskada është optimal për menaxhimin e prurjeve të shumta që parashikohen në 48 orët në vijim. Evidentuam sot gjatë pasdites disa masa parandaluese që janë duke u ndërmarrë edhe në këto momente, qoftë nga pikpamja e bordeve të kullimit, dislokimin e mjeteve të tyre në funksion dhe në mbështetje të bashkive të qarkut, për t'i pasur në dispozicion në çdo rrethan për sa i përket qoftë hapjes së kolektorëve, qoftë eventualisht edhe në raste rreshqitjesh kur ka vërshime të lumenjve dhe në zona rurale me akses të vështirë. Gjithashtu kemi vendosur edhe rritjen e kapaciteteve pranë repartit Vaudes, i cili do funksionojë edhe si një bazë mbështetëse e emergjencave civile për bashkitë e qarkut. Kemi mjetet kalueshmërisë së lartë, ekskavator, personel shtesë në bazë që do jetë në dispozicion, pompa thisët kapacitetit lartë, generatorë që do jenë në dispozicion dhe ato me një kërkesë të thjeshtë të kryetarëve të bashkive dhe nën mbikëqyrjen e prefektes së qarkut. Kemi evidentuar edhe menaxhimin perfekt, do thoja unë, që është bërë kaskadës së Drinit në 3 nivelet e hidrocentraleve, çka na japin optimizëm për ditën e nesërme, pasi presim gjatë natës që të fillojnë vërshimet dhe kemi një pasqyrë, besoj unë, më kuptim plot tashmë për mënyrën se si do operojnë edhe hidrocentralet për të pasur ato rezervën e duhur dhe mos detyrohen që të shkarkojnë gjatë 48 orëve, në fakt që do jenë 48 orë intensive. I pyetur nga gazetarët, ministri Vengu foli edhe për porrojën e Glinës, ndërsa tha se projekti për të ndërhyrë atje është gati. Projekti është marrë në dorëzim nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe besoj se jemi në kushtet ku mund të sigurojmë fillimin e financimit pak, nëse është projekti i gjerë në disa lote, në disa faza, për vitin që vjen, në mënyrë që ti shkojmë në ndihmë komunitetit, po edhe ç'është e vërteta edhe vetë bazës së Vaudesit, sepse edhe ajo bazë preket nga kjo situatë. Më herët, ministri i mbrojtjes Piro Vengu dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako dhe kryebashkiaku Benet Beci inspektuan hidrocentralin e Vaut të Delës dhe masat e marra për përballimin e rreshjeve të ditëve në vijim.